Në dhjetorin e vitit 2022, Altin Dumani nuk e pati të lehtë të zgjidhet drejtuesi prokurorisë speciale kundër krimit dhe korrupsionit. Kreu aktuali SPAK fitoi në raundin e dytë pas një gare të fortë me kolegun e tij Ervin Kondili, i cili në raundin e parë ishte marrë të njëjtin numër votash me Altin Dumanin. I treti në garë, Ardian Xholi, mori 1 votë. Në plan të parë u fol se mazhoranca nuk e donte Altin Dumanin, madje e bëri një lobim të fortë në media. Në momentin e fundit, ambasadorja e SBA-s në Tiranë, Yuri Kim, shkoi në votim për të treguar se këmbështet Amerika Altin Dumanin, dhe ashtu ndodhi. Rezultatet xhindosi Edi Ramon pasi për herë të parë e pa veten jashtë influencës reale mbi drejtsinë e re. Ndaj Rama shkarkoi Gledis Nanon, që kishte vënë vetë si drejtor të përgjithshëm të policisë së shtetit në momentin kur ai takoi ambasadoren Yuri Kim pas një operacioni të rëndësishëm taktik të policisë. Rama u xhindos dhe thirri Yuri Kimin në zyrën e tij, ku të thuash e shpalli non grata, dhe ai ka qenë takimi i fundit mes tyre. Mesazhi ishte i qartë: na morët drejtsinë, policinë nuk ju a lë, dhe e bëri. Prej atij takimi marrëdhëniet mes Edi Ramës dhe amerikanëve kanë qenë të ndera dhe më shumë. Në momentin kur fitoi Donald Trump e për një kohë pati një pezullim të përkohshëm të programeve overseas, Edi Rama tha pa ju dritur qerpiku se amerikanët janë larguar, gjë që në fakt nuk ishte tamam ashtu. Ishte një mesazh i Ramës, jo drejtuar amerikanëve, por SPAK-ut, të cilët i bën të ditur se nuk e hëngrën presionin e tij. Ndërkohë, sot, kandidimi i Gledis Nanon si kreu i Byros Kombëtare të Hetimit është një sfidë amerikane e ngjashme me precedentin Dumani. Gledis Nanon u largua si pasojë e mllefit të Edi Ramës me amerikanët. Fjalë për fjalë, Rama i tha Yuri Kim se nuk mund t'i vendosësh ti drejtorët e mi të policisë, dhe ambasadorja ju përgjigj: ata nuk janë drejtorët e tu, por të Shqipërisë. Një frazë e parë që e delegjitimoi politikisht Edi Ramën. Ndërkohë, kandidimi sot me administratën Trump, që Rama ka kujtuar se e ka lënë Shqipërinë e Ballkanin, Gledis Nanon ka kandiduar një mangth për Edin, pasi nëse do të shpreh në një farë mënyrë qëndrim kundër, jep sinjal politik. Nëse e përkrah, firmos ndoshta aferrin e tij. Me pak fjalë jemi në precedentin Dumani, por në një kohë tjetër ku Edi Rama nuk është më një e keqe më e vogël, por një shënjestër për t'u qelluar. Rama e di mirë, ndaj është në panik.